Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, ja ku po ritakojmë sërish së bashku me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Rrëfi me Jete për të ndarë me ju për herë të parë në fakt se çfarë ka folur gazetarja nderuar Odeta Dume rreth rastit që sot e kësaj dite po i mban peng të mendimeve shqiptarët se çfarë po ndodhi me Bleon Amatën, një humbje 16 vite më parë, asnjë informacion, asnjë pikë konkrete ku të bazohen për kërkime, asnjë lloj shenje. Thjesht telefonata, por fatkeqësisht pa destinacione të vërteta. Zonja Odeta Dume ka treguar për ngjarjen e fundit që në fakt u dishua që Bleon Amata do të gjendej në Vlorë, në një fshat të Vlorës, e rrëmbyer nga një familje transportuar drejt Greqisë. Zonja Dume thot kështu: kur mbërriti një lajm për Bleon Amatën, askush nuk e besoi këtë lajm. Të gjithë u shokuan, patjetër në fakt thot që u shokuam. Por mbriti si një pistë e re, sepse unë si gazetare e si një moderatore prej 8 vitesh thot e emisionit Pa Gjurmë, që e kam trajtuar historinë e Bleon Amatës në televizionin Report TV, e njoh mirë si histori, i di thot të gjitha informacionet që kanë bërritur dhe një pjesë e mirë e informacionit në këtë rast që janë zbuluar edhe verifikuar. Çdo gjë në këtë mes dhe ne jemi kthyer në pikën 0. Do me thënë, Odeta tregon çdo detaj në fakt këtij momenti. Kur them e njoh mirë thot këtë histori, e njoh mirë thot, ma besoni thot këtë gjë. Edhe kur mëriti thot ky informacion, të gjithë u shokuam, patjetër thot, një pistë e re që duhej vërtetuar edhe duhej hetuar. Në momentin që ne e dham thot dëshmin, menjëherë reagoi familja në fjalë. Do me thënë, zonja Bukurie, siç duket ndoshta i ka dalë edhe nga mendja, sepse janë shumë vite në pyetje, janë shumë momente në pyetje, shumë zhgënjime, shumë thyerje shpirtërore që sinqerisht do me thënë do të jesh shumë e fortë shpirtërisht për ta përballuar këtë dhimbje. Nuk ja ka treguar zonjës Dume që ka një familje të dyshuar dhe një familje që në fakt është përndjekur nga policia e Vlorës dhe më gjërë. Në momentin thot që ne dham dëshmin, reagoi menjëherë kjo familje, edhe pse thot nuk kishin dalë emra publikisht e nuk kishim nxjerr emra ne. Ata thot reaguan sepse e kuptuan që bëhej fjalë logjikisht për ta, edhe normalisht nga një gazetare në këtë mes pyetja është kjo. Do me thënë që Odeta u ka drejtuar atyre. Nga e dini që jeni ju, derisa unë nuk ju kam përmendur as pak edhe emrin tuaj, thot Odeta. Ndërsa ata reaguan dhe e kanë kuptuar se logjikisht është bërë fjalë për to. Tani, sepse një pyetje, një pjesë e mesazheve në fakt që kanë mbritur në redaksin e zonjës Odeta Dume tregojnë që më fal, po këto nga e dini që ishin këto. Do me thënë, publiku me të drejtë mund të dyshoj që atyre u ka djeg, e kanë rrëmbyer dhe kanë reaguar, por jo. Ndërsa ato i kanë thënë Odeta Dumes, ne e kuptuam që bëhej fjalë për ne, se jemi akuzuar ndër vite nga familja Mataj se ne kemi gisht në zhdukjen e Bleonës. Aty thot unë e kuptova që ky nuk ishte një informacion i ri që na kishte mbërritur në redaksi. Ishte një informacion që familja e kishte. Nuk është se nuk e kishte thot. Edhe unë thot, menjëherë thot, fola me nënën e Bleon Amatës, ku siç edhe para kamerave, por edhe pas kamerave, siç e keni parë edhe në program, ajo e pohoi që po, ky informacion ka ekzistuar. Dhe çfarë ndodhi pasi që programi ka minutazh të caktuar, thot. Fola me nënën e Bleonës dhe ajo e pohoi thot të gjithën këtë gjën, edhe më tregoi çdo detaj thot. Në momentin e parë që Bleona është zhdukur,
dhe ka mbërritur policia, pyetja e parë që është bërë në këtë familje është se me kë keni konflikte si familje. Do me thënë është bërë kjo pyetje e parë. Dhe në atë moment gjyshi i Bleonës, zoti Zenel Mata, ka treguar që të dy familjet kishin konflikt ndër vite me njëra tjetrën. Nëse thot unë e jap arsyen e konfliktit, është shumë banale, thot gazetarja nderuar Odeta Dume. Edhe çfarë ndodh? Më pas policia menjëherë merr në pyetje familjarët e asaj familje e më pas çështja ka kaluar në prokurori, është hetuar çështja sepse të gjithë thonin pse nuk po reagon policia kur policia e ka bërë punën e vet. Nëse duam të zbulojmë Bleona Matën, thot, duhet të jemi të sinqert edhe të drejt, të themi të vërtetën e jo të dalim të kënaqim publikun shqiptar. Unë nuk jam, thot, gazetare që e kënaq publikun. Edhe kur kjo familje është hetuar dhe prokuroria ka mbyllur hetimin se s'ka patur asgjë, ka qenë një dyshim i gjyshit të Bleonës, i cili ka thënë, unë dyshoj, thot ai, në këtë rast do me thënë, se kjo familje më ka rëmbyer vajzën. Kjo është e gjithë historia, thot Odeta, do me thënë kjo familje është hetuar ndër vite dhe atë që më tha kjo familje realisht në program, i bie që është folur shumë pak me to vetëm disa minuta që ka zgjatur biseda. Ku më pas, do me thënë, gazetarja e nderuar Odeta Dume ka folur edhe me zonjën Bukurie Veizi, e cila në fakt i ka thënë të njëjta gjëra që kjo familje ka deklaruar. Që nuk kupton, do me thënë, është një histori që zotria 85 vjeçare, i cili në fakt e solli në emisionin Pa Gjurmë nga gazetarja e nderuar Odeta Dume, ai ka treguar, do me thënë, në mënyrë të detajuar se çfarë po fshihet në sekretin e Bleonës, por është një informacion i cili ka qenë edhe më herët. Tani, Odeta Dume ka hapur edhe një GoFundMe për t'i ndihmuar kësaj familjes, për t'i ndihmuar zonjës Bukurie, që të paktën edhe nëse e vërteta nuk do të del në pa, të ketë një diçka, do me thënë, të ketë një diçka nga ky rrugtim. Unë mendoj që instinkti një nënës nuk është i gabuar, instinkti një nënës është i vërtet, instinkti një nënës është i ndjerë, instinkti një nënës është i plot. Dhe në këtë rast zonja Bukurie Mata, apo Bukurie Veizi, nuk është se ka një instinkt të gabuar. Derisa ajo tenton gjatë gjithë kohës dhe thotë që Bleona është gjallë, unë e ndjej, me patjetër që janë ëngjujt, që është Zoti që çdo natë i çon asaj mesazhe për të mos u dorëzuar ajo dhe për të mos hequr dorë nga përditshmëria. Unë dua që ta falenderoj zonjën Odeta, unë kam besim të plot te gazetarja Odeta Dume. Odeta e ka punën e saj si gazetare, nuk është prokurori, nuk është polici. Këtë punë që e bën Odeta është dashur ta bëj policia, por mbi të gjitha, do me thënë, le t'i ndihmojmë dhe ne me informacione fikse që së bashku ta gjejmë Bleona Matën.